surën Ma'un. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim." Do thot a atë që e përgënjeshtron llogaridhënien. Do të thonë ai që nuk beson në ringjallje, nuk beson ditën e gjykimit, edhe e mohon llogaridhënien ose e mohon fen përgjithësi, sepse fjala din do thot fe, atë që e kuptojmë ne me të parën, por edhe qëllimi i fjalës din është llogaridhënia. Do të thonë sjellja e llogarisë që t'i jepet shpërblimi për të mira ose të këqija. Thot Allahu i lartësuar: a atë që e mohon ditën e gjykimit ose e mohon fen. Dhe pastaj përmend cilësi dhe veti ose moral të këtij personi që nuk beson në ahiret, që nuk e pranon fen e Allahut, edhe nuk beson se do të jap llogari para Allahut, do të thënë i ka këto morale të ulta dhe të fllihura. Dhe kjo sure, si thamë, siç lidhet surja Quraysh me surën Fil më përpara, edhe kjo lidhet pasi janë përmendur këto dhunti për Qurayshët dhe këta të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ka përmendur këtë, do të thënë, sjellje jo të mirë që pasi i shohin të mirat e Allahut, do të thënë prap e mohojnë fen, e mohojnë atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din, a ke par atë që e mohon fen. Kanë përmendur për ndërlidhjen, pra ka disa çështje. Se në surën paraprake është përmendur çështja e ushqimit, alladhi at'amahum min ju'in. Do të thënë Allahu i ka ushqyer ata dhe nuk i ka lënë në uri, dhe këtu në këtë sure e ka qortuar atë që nuk i ushqen të varfrit. Do të thënë pasi e ka këtë dhunti dhe nuk e di falënderimin dhe nuk ua kalon të tjerëve. Po ashtu në këtë sure, do të thënë surën Quraysh është përmendur falyabudu rabb hadha al-bayt, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, do të thënë me tauhid, kurse këtu është përmendur qortimi për ata që nuk e kryejnë namazin si duhet. Dhe po ashtu, si thamë, këtu janë përmendur disa të mira, edhe disa të mira në surën Quraysh që u ka dhënë Allahu, dhe këtu është qortimi pse nuk besojnë dhe nuk e adhurojnë Allahun ashtu si i ka urdhëruar ai. Ky që e mohon fen dhe e mohon ringjalljen dhe qëndrimin para Allahut, cili është morali dhe vetit, cilat janë vetit e tij, ka thënë fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Do të thënë ky është që e shtyn me arrogancë jetimin. Pra nuk është i mëshirshëm për jetimat, nuk ka keqardhje, nuk ka solidaritet, nuk ka zemër të butë, po është i vrazhd edhe jetimin e poshtron, e shtyp, ose e shtyn dhët me ashpërsi. Edhe kjo patjetër se është një prej punëve të fllihura dhe të urryera te Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse besimtari që beson në ringjallje e ka zemrën e butë dhe është i kujdesshëm për jetimin dhe është me sjellje të mirë dhe me butësi dhe me mëshirë për të. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Dhe nuk nxit për ushqimin e të varfërve. Do të thënë nuk nxit që të ushqejnë të varfrit. Nuk e ka nxitur vetveten një herë, edhe nuk u jep ushqim nevojtarve, dhe gjithashtu nuk i nxit të tjerët që të jenë, do të thënë, të solidarizuar dhe të japin lëmosh edhe të ushqejnë të tjerët, edhe kjo është gjendja e atyre që nuk besojnë. Do të thënë që shikojnë vetëm interesin e vet, edhe e shikojnë vetëm grumbullimin, edhe nuk mendojnë asnjëherë që të jenë të butë për jetimat, edhe sidomos kur janë shumë të vegjël fëmijët dhe i kanë këto vështirësi, përkundrazi edhe më shumë i bombardojnë edhe u shkatrojnë spitalet, edhe nuk mendojnë për ushqimin e të varfërve, por përkundrazi mendojnë se si thonë ata,
këta lirojnë botën nga këta njerëz të varfër, sepse këta vetëm i përdorin resurset e tyre, kurse gjitha janë vetëm pushteti Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai ja jep kujt të doj dhe duhet të veprohet me këto të mira që i ka dhënë Allahu për njerëzit, duhet veprohet sipas urdhrave të Allahut, sipas asaj që do Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka përmendur një tjetër grup të njerëzve që janë munafikët, të cilët pretendojnë se janë besimtarë. Dhe ata që janë me të vërtet shumë të dobët në besim dhe në praktik, ka thënë fewailun lil musallin, më thëmë mjerë për ata që falen, alladhina hum an salatihim sahun, të cilët ndaj namazit janë të pakujdesshëm dhe të harrueshëm ose harrestar. Do thotë, nuk i kushtojnë rëndësi namazit. Wail e përmendëm në mësimet e kaluara, që do të thonë mjerim dhe shkatrim. Do thotë mjerë për ata që falen, mjerë, do thotë mjerim, humbje dhe shkatrim. Është përmendur për ata që e falin namazin, por të pakujdesshëm për namazin. Do thotë që nuk kujdesen të falin kohën e duhur, nuk kujdesen që të jetë me xhamat, edhe nuk kujdesen për plotësimin e plot të shtyllave, të kushteve, paraprakisht shtyllave, obligimeve që i ka. Do të thonë, pra nuk kujdesen si edhe shohim me keqardhje, nuk kujdesen për mbulimin e auretit, nuk kujdesen për kryerjen e pastërtisë si duhet, që janë kushtet të namazit. Për këta ka thonë wailun lil musallin, do të thonë mirë për ata që falen dhe e bëjnë namazin këtë mënyrë. Atëherë çka thuhet për ata që nuk falen as pak? Do thotë padyshim se atyre u takon wail, mjerim i madh, humbje, dhe disa dietar thonë që wailun do thotë një luginë e xhehenemit, Allahu na ruajt. Do thotë ky kërcënim është për ata që falen dhe janë të pakujdesshëm. Dhe atëherë si është kërcënimi për ata që nuk e falin dhe as nuk mendojnë për namazin. Pra ata njerëz që do thotë duhet ta dim se ka dallim mes njerëzve, mes njeriu që i ik ndonjëherë namazi për shkaqe të lloj-llojshme dhe është mëkatar i madh, dhe një njeriu që i ik namazi as duke mendu se që të falet ndonjëherë. Do të thënë është në kohën e një namazi, edhe as nuk mendon që ta fale, do të kalon koha, as nuk mendon për namazet tjera. Prandaj përket shumica e dietarëve thonë se është kafir, nuk është musliman. Pra ka thënë wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Do thotë mirë për ata që falen, që nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit. Pra ka dallim pakujdesja dhe harresa ndaj namazit dhe harresa ose pakujdesia ose lëshimi brenda në namaz. Do të thonë ka dallim, sepse brenda në namaz kur njeriu harron diçka e zaventson ose kompenzon atë me sevisejde. Se fjala sahun, do të thonë është ism fa'il prej fjalës sahu, do të thonë sajdatu sahwi. Pra alladhina hum an salatihim sahun. Do të thonë ata të cilët janë ndaj namazit të pakujdesshëm ose të harrueshëm. Dhe alhamdulillah që kanë thënë disa prej selefit që nuk ka thënë fi salatihim në namazin e tyre, sepse atëherë do të ishin të gjithë të shkatruar. Njeriu është i dobët dhe harron, edhe habitet, gabon ndonjëherë në namaz, por përket ka zëvendësim edhe kërkon. Prandaj kur jep selam, fjala e parë që e thot njeriu është astaghfirullah 3 herë, do të thonë kërkoj falje te Allahu i lartësuar. Këta njerëz që janë pakujdesshëm ndaj namazit, ka thënë alladhina hum yuraun. Do të thonë këta janë që e bëjnë për sy e faqe namazin, vetëm që të duken para njerëzve, do të thonë duken me veprat e tyre ose duken me namazin e tyre. Dhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për definicionin e syefaqësisë,
ria, çka do thot? Ka thonë, yaqumu ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Do thot, kur njeriu ngrihet falet dhe do të thonë është duke u falur për Allahun subhanahu wa taala. Por pastaj kur e shes që është duke e pa dikush, atëherë zbukuron se e zgjat namazin. Kjo syefaqësi e prish veprën, e shkatron, atë vepër dhe nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Dhe në fund ka thonë, wa yamna'un al-ma'un, dhe këta njerëz e pengojnë edhe huan. Nuk japin as hua. Edhe si është shpjeguar, nuk e japin as një enë nëse i kërkohet, që ta përdorin. As aty ku nuk dëmtohen, pra as nuk japin një gjilpër nëse e kërkon fqinji, ose një enë, një tenxhere, ose diçka tillë, nga kooperacia e madhe dhe nga egoizmi i madh, nuk e japin as atë që me dhënien e saj nuk dëmtohen. E jep, e përdor, ai njeriu përfiton, kurse ti nuk humb asgjë, por megjithatë fiton shpërblim. Do thot as këtë nuk e japin, që do thot janë në nivelin më të ulët të moralit. Pra pasi nuk besojnë dhe atëherë janë të vrazhd ndaj jetimit, të pakujdesshëm për të varfrit, edhe nuk e japin as ndihmën më të vogël, që njeriu gjithmonë ka nevojë të ketë lidhje me të tjerët, një ditë i jep diçka, një ditë i kërkon diçka, sidomos fqinjt mes vetit, patjetër duhet t'i kërkojnë këto nevoja nga njëri tjetri.